Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju uroj një ditë të mbar, kudo që të ndiqni. Sot do të ndalemi në një dashuri të madhe siç është shkolla. Sot do të ndalemi në një punë plot pasion të atyre që e bëjnë shkollën një tempull të madh të dijes, punës së mësuesve. Ndaj mendimin personal që ky emër është një titull që e fiton me punë dhe që mbetet i përjetshëm në të gjithë personalitetet e arsimit. I them këto fjalë sepse të ftuarit e mi sot në studio mendoj se e gëzojnë plotësisht këtë titull, madje e nderojnë shumë figurën e mësuesit. Tani ata janë në pension, nuk janë më në listë pagesat e shkollave edhe të pozicioneve ku ata kanë shërbyer. Por janë shumë të pranishëm në shkollën, në atë dashuri të madhe nga ku kanë qenë krejt të rinj dhe kanë nisur arsimin. Shkolla e Selcës, kuvendi i Greçës, në 75 vjet të historisë së saj si institucion i arsimit, ka njohur figura që kanë kontribuar dhe kanë hedhur hapa shumë të rëndësishëm në zhvillimin e zonës, të shkollës, të njerëzve, të nxënësve, në marrëdhënie me familjet. Dhe kjo dashuri e madhe është mërkuar pikrisht nga mësuesit. Me mua sot në studio janë mësuesit Barika Semi dhe Nadir Erkoçi. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur në studio. Gjithmonë kur ftoj figura të arsimit ndjehem shumë e emocionuar nga kontributi juaj. Ju nuk rreshni. Kohët e fundit ju keni bërë një botim, një libër. 75 vjet arsim në shkollën Kuvendi i Greçës. Kujtime dhe nostalgji. Patjetër që duhet të ketë qenë dhe është, padyshim që është, një shtysë e madhe shpirti. Një lidhje e pazgjidhshme që keni me këtë vend. Larg çdo komoditeti, siç e mendoj unë, ashtu siç ishi djem të rinj, gati fëmijë, aty ku ka marrë o rrugë tek ju, emri mësues. Ashtu është, Marita. Kena fillu në moshën spakut, unë në Selcë, në moshën 19 vjeç. Në një kohë që nuk kisha marruar për pedagogji, për profilin e mësuesisë, isha marrë si në përgjithshëm, por ashtu erdhi rruga, jeta që ju emnova në Selcë. Thënë të drejtën, nuk e disha ku binte, por kuptohet me mësuesit e shkollës së Selcës, me drejtorin e shkollës për cilin unë tanë jetën kam një respekt të madh, sepse më futi me atë dëshirën e tij, me atë pasionin e tij për mësuesi, më futi në rrugën e mësuesit. Dhe unë e vazhdova pastaj këtë mësuesi, Jusuf Shpuza. Respekt shumë të madh. Kështu që takoj me punu disa vite në shkollën e Selcës. Dhe aty u bë lidhja shpirtënore më parë, pastaj edhe nëpërmjet punës me komunitetin, me nxënësit pastaj, të cilët dolen nga këta bankat e shkollës, erdhen, u bën kuadra dhe u kthyn për të vazhduar shumica tyre në profesionin e mësuesit. Dhe nisha për detyrë moralisht një shpërblim
me këtë punë që bëjmë, me i shpërbly moralisht atë komunitet dhe atë shkollë dhe atë nxënës. Me Nadirin, po kështu, i seduam sepse dhe Nadiri vetë ka kena dhe i. Besoj kanë betur mbresa të pashlyeshme, se për ndryshe nuk mund të jetë kjo lidhje që vazhdon ende sot. Natyrisht, zonja Merita, nuk është rëndësi që ne jemi sot të ftuar për jush në këtë studio. Ka një koincidencë shumë të bukur. Vajza e ish edukatores time të parë më fton në një emision për arsimin, për cilin kemi punu ashtu si edhe nëna juaj me shumë pasion. Kështu të paktën na duket ne këto lëvdata marrim edhe nga ish nxënësit tonë, kur ne filluam punën në rinin tonë të hershme. Në fakt, ju jeni aty vazhdimisht, por krahas jush është një histori. Është një histori, sepse ju e keni pasqyruar në faqet e këtij libri të gjithë ecurinë e shkollës, e cila është një institucion i rëndësishëm në jetën e fëmijëve, por edhe si qendër e zonës e marrëdhënieve shumëplanshme me familjet, me prindrit, me të gjithë ato hallet, patjetër, po i quajnë kështu, edhe historitë e çdo fëmije, nuk është e thjeshtë të mbjellësh dashurinë për shkollën. Të ulesh tek historia e secilit, që ndoshta ka ardhur me këpucë paksa të çara, se kështu kanë qenë kohët atëherë. Sot ndoshta janë ndryshe, nuk i mendon kush, por janë të gjitha këto që e bëjnë atë fëmijë të ulet aty të vinë për ditë e të thonë të shohin mësuesin si një mrekulli. Vërtet, ajo shkollë e meriton, sepse ka qenë në qendër të arsimit të zonës së Gulmendit. Është shkolla e parë që u hap në 46-ën dhe vijoi shumë shpejt hapja e shkollave tjera në përfshatrat në zonën e Gulmendit. Dhe mësuesi i parë, ashtu siç e kena vënë në libër, ka qenë nga Shkodra Zef Pali. Të cilin unë e njohta masi e thiri drejtori i shkollës në vitin 61-62 kur ishim aty, e thiri nga Shkodra dhe ka ardhur në Kamja ashtu si mas kushteve që ishte, dhe aty e kena njoft Zef Palin. Çfarë pasione. Pastaj vazhdoi hapja e shkollës 7 vjeçare, sepse kishin kënë fillore, dhe u hap. Dhe drejtori i parë, ashtu siç e kena thënë në libër, ishte Recep Hasa nga Kupliku. Dhe ka vazhdu pastaj me tjerë, Nadir? Po dyshim, janë rreshtu të gjithë drejtorët e shkollës. Janë gjetë edhe fotografitë e tyre, ato që jetojnë dhe ato që nuk jetojnë. Kjo besoj se e pasuron edhe më shumë librin. Ju më drejt pyesni sot, kur kanë kaluar rreth 50 vite që ne jemi larguar. Ju jeni prapë aty, keni atë marrëdhënie. Ne jemi larguar fizikisht, por shpirtërisht e mendërisht absolutisht jo. Fakti që ne punojmë këtë libër së bashku me profesor Barin, na gjejmë një shtys. Natyrisht. E gjejmë një shtys shumë të madhe bilis, sepse ne vazhdojmë shkojmë në Kelman, qoftë si turist, qoftë si organizator të punës së mësuesisë, pasi shumica e këtyre mësuesave që janë sot kanë qenë edhe ishtë nxënësat tonë. Dhe kjo lidhje shpirtërore midis brezave ekziston. Ne ndjejmë se ato kanë nevojë, mësuesat e ri, që sapo kanë kryer dyert e universitetit, kanë nevojë për udhëzim. Kanë nevojë për këtë libër me pas se si punum ne, dhe që pëlqen të ky libër,
le ta transmetojnë të fëmijët e tyre. Sepse gjithmonë më pyetsin të gjithë shokët e mi, miqtë e mi, po si përshëndesin ato pa i njoft njerëzit në rrugë. Ja, nipi im 8 vjeçar më pyeti, pse përshëndeten ato gjysh, pse të përshëndeten ty në rrugë? Keni shku dhe me nipin atje? Po atjetër. Sa gjaj. Sepse i thash, po më përshëndesin, atë njofin ty gjysh? Ato nuk njofin se janë 8 vjeçar, 10 vjeçar sa ti. Por prindi kanë mësuar që të nderojnë të gjithë më të moshuarit. Po ne nuk i njohim, thata, që ti përshëndesim edhe ne. Ne nuk i njohim, as ato nuk na njohin. Po përshëndetja vjen. Pikërisht për këtë mikpritje të hershme të treves së Malësisë Madhe dhe të Kelmenit, që është një vlerë shumë e shtuar, e vend në duke nga Baldaçi, nga shumë udhëtar të huaj deri te Kajlica, siç e kanë quajtur Kajlica shqiptare, Edith Durhamin, pikërisht ajo zonë, pikërisht se ka pa këto vlera, këto doke, këto zakone të mira, me gjithë vëshërsit e mëdha të asaj natyre të egër, por shumë të bukur kuptohet, që sot ne po e shfrytëzojmë për turizëm në mënyrë të përditshme, dhe që hap një perspektivë akoma shumë më madhe kësaj zone. Pikërisht në këtë moment shkollat e Kelmenit kanë nevojë për një nxitje, për një shtytje. Dhe ne e shohim si domosdoshmëri, pra unë që kam jetuar atje, që kam përjetuar të gjitha vështirësitë, se jemi në vitin 70 ose në vitin 60. Atëherë kur ju keni ushit kanë qenë, kuptohet, shumë më të vështira. Sot ke dëshirë të shkosh në për rrugën e Kelmenit. Ne jemi ngritur në orën 4 mjeset për qenë në orën 7:30 ditën e hane në shkollë, sepse nuk mund të vishim ditë për ditë. Fatmirësisht kishim makina që shkoshin për të marrë landën e pyllit edhe kishim mundësi me lëviz. Por njerëzit që ne edukuam atje, fëmijët, pra, familjet, në halan ato mbresa që ne edhe sot shpirtërisht jemi të lidhur me të. Shkojmë te miqtë tonë vjetër. Na duan, i duam, i respektojmë dhe përpiqemi që atë traditë të mrekullueshme të mikpritjes, të besës etj. T'ju transmetojnë edhe brezave që vinë, që ta kuptojnë se në çfarë treve të mrekullueshme janë rrit historikisht, sepse nuk u bë në vitet e 50 e deri sot treva Kelmenit. Ka një histori mia vjeçare. Pikrisht një nga vlerat e librit është se ju jeni ndalur në historinë e zonës, në vlerat e mrekullueshme natyrore që ka ajo zonë, por më së shumti në vlerat shpirtërore. Unë mendoj se kjo ka qenë një marrëdhënie e ndërsjellët. Ata i kanë besuar fëmin mësuesit shkollës. Ju i keni falë dashurinë e përkushtimin tuaj. Pra, ka qenë një marrëdhënie reciproke, për ndryshe nuk do të kishte funksionuar dhe nuk do të funksiononte akoma më shumë edhe viteve që ecën pastaj, apo? Ashtu është ndërita. Sot ato mësues që janë në shkollë janë fëmijët e shokëve tonë që kena nxënë atje në Kelmen, familjarëve të komunitetit të Kelmenit, dhe njëri prej tyre nuk e harroja ditë kur më ka thënë që më ka porosit baba, mos e harroni mësues barin. Më bani përshtypje. Tashti, ashtu si tha dhe nga diri, ato janë nxënësat tonë që kena kalu brez mas brezit. Dhe kur shkojmë andaj, të ta takojmë. Si mos takojmë Gjergj Bujen, Nur Lelçën, Dila Vacaj, e tjerë, kur ato i kena pas nxënësa, shkun dhe u banë mësuesa,
u kthyn dhe dhanë kontributin për 14 vjetë sa kanë punu në atë zonë, sot janë pension. Dhe çfarë për këtë lidhje e kena majt vazhdimisht, nuk ka se ikme nga Kulmeni nga Selca, por fizikisht ikme, por shpirtnisht na kena majt. Sepse ju keni vijuar më pas, nuk keni qëndruar gjatë gjithë periudhës së mësuesisë në atë zonë. Jo. Por ajo ka qenë një zonë që ju ka tërhequr si magnet me dashurinë, me përkushtimin, me pasionin. Po. Si mendoni ju në këtë libër keni shkruar historinë e shkollës, rritjen e saj, keni shkruar personalitetet që kanë shërbyer aty. Madje ka shumë mësues që kanë qenë bashkë me bashortet e tyre. Po. Kanë qenë shumë drejtues. Prej tyre kanë qenë me kontribute të veçanta, edhe si studiues. Çfarë mendoni? Çfarë të veçantash i kanë dhënë këto mësues që kanë shkuar nga Shkodra, kësaj shkolle, dhe natyrisht edhe kanë marrë prej saj, prej zonës. Cilat janë ato hapa që kanë hapur dritare të veçanta në ecurinë e zhvillimit të shkollës së Selcës? Kolektivi i shkollës në atë periudhë, unë flas për periudhën në 61, 62. Sepse ju më duket se keni qenë 2 herë atje. Unë kam qenë 2 herë, kam shkuar edhe një herë tjetër, po radhën tjetër shkova si drejtues pastaj. Dhe ai kolektiv i ri, 2 vajza të reja sapo kishin dalë nga bankat e shkollës, Flutra Zhabiaku dhe Rasie Broci. Shumë respekt. Pra, për herë të parë shkoshin vajza në të shkollë, mësuese. Po, lidhja me fshatin që shumë e shpejt, ishin të etun për dije, për arsim, doshin, kur krahasoj veten time në moshën 19 vjeçare, me nxënësit që i pata që i gjeta aty, 2 vjet, 3 vjet diferencë kisha me ta. Pra isha... Dhe keni qëndruar një javë, nuk 2 muaj rresht pa ardhur në shtëpi. 2 muaj. Sepse nuk kishte rrugë makinë të flas për atë periudhën, nga 61 deri në 67 që kam ndaj unë. Se pastaj 68 filloi rruga Malcis, që u hap rruga. Në aksionin e mrekullueshëm të të rinjve, të maturantëve, të gjimnazistëve, një përkushtim jashtëzakonshëm, mbresa që kjo zonë ka lënë te ata, sepse ka qenë edhe një shkollë edukimi, kontributi, marrëdhënies. Shumë studentë që erdhën, qoftë nga Universiteti i Tiranës, qoftë nga Shkodra. Ka qenë dhe bashorti im aty, vullnetar, aksionist. Na njohin, na flasin, sepse kena taku atje, kena njoft atje. Pra ndenen edhe këto vajzat që i thash, u futën me një herë në lidhje me familjet, sepse ishin edhe miti tyne, familjeve ishin nxënësat tonë. Por ama fillun të transmetojnë mënyrën e jetesës, dhe më thonë u futën, ata shkoshin me ba në kuzhinë, me ta hajde ta mësojmë të se si bahet diçka, një gjellë e një me kalu në Pra ishte një përvojë e madhe e jetë. Po një lidhje shumë e fortë shpirtërore me ta. Deri para se të ndërtohej rruga Makinës, qëndrimi ka qenë me muj, në ato fshatra. Selca dhe të Mare kanë qenë një qikë më afër, po Vukli, po Nikçi, po Beroja, Të gjitha ata me nxënë, me mësues. Po Vermoshi, po qafa e Bordolecit, Lëpusha, ku bëhet sot logu i bjeshkve. Në përbor 2 metra. Heron janë mësuesit. Një nga drejtuesit apo mësuesit tek një lis afër vendit ku flenin mësuesit, kishte shënuar për çdo vjet me vizë lartësinë e dëborës. Lartësia e dëborës shkote deri në 2 metra e 20. Dhoma ku flashin mësuesit ishte 2 metra 10. Pra kishte mulu komplet.
që mund të shembej edhe mund të ashtu. Gjate, ato mësuesa që duhen vlerësu me të vërtet, lartë për heroizmin e tyre që si bjen kujnë mend, po pak rëndësi ka. Rëndësi ka që këto mësuesa u vlerësuan nga vete banorët, në zonën e Këllmete kanë pas shumë pasion mësimin, fëmijët kanë qenë ashtu të vesh, ashtu të ushqyer siç kanë qenë, po mësimin e kanë dashur shumë, s'na kanë mungu asnjëherë në përbor. Një orë e gjysmë larg vishin në shkollë dhe ne si të mos u shërbenim pastaj këtyre fëmijëve. Emocionuese. Një nga inspektorët vjen një herë dhe gjen në shkollë, se unë nuk kam qenë në Selc, jam emnu në Selc, por në fakt kam shkuar çik më lart në qafë Bërdolecit. Me gjithë 5 shokë të ri, 2 vajza dhe 3 djem. Dhe gjeti një kabinet që unë kisha bën, një mini kabinet, kuptohet, por I kisha pasëru letërsinë e deri në klasën e 8 kisha pasëru aty me jërnim deradën e me mjetën e me gjene ku I ke gjithë hote këta fotografi, se nuk u shitshin fotografit. Kuptohet, fotografit I kisha filmu dikun, I kisha la, I kisha smadhu, I kisha fut në korniza, edhe kisha çuar atje. Plus diçka që kisha shkruar brenda saj kornize që më lejote ajo mallësi dhomë mësimi, sepse barak jo shkollë, sot fatkeqësisht janë bërë shkolla shumë të mira, po mbrana kanë shumë pak nxënëse. Kurse unë mbaj mend që nga 12 nxënës që kanë kryer në klasën e 8 kanë kryer shkollat e larta. Njëri prej tyne, Rosh Dragu, drejton një radio. E përshëndesim në qoftë sepse mund të na dëgjojnë nga Amerika. Po, Ndërkohë që ju keni pasyruar edhe disa nga nxënësit që kanë vijuar, një mjeke, doktoresh Vitoria, shumë mësues, njerëz me specialitete të larta. Aty jeni ju, brenda historisë tyre, apo jo? Shpresojmë që po, zysh Merita, sepse si vite takova Rushin gjatë verës dhe I dhurova dhe librat që kisha punu. Jo vetëm këtë, po kisha punu dhe libra tjere dhe me që më dha rast I adhurova gjithë. E din tha që unë, aja është 60 vjeç sot, gati 60 vjeç. Pra burr I mosh relativisht, po me moshë të. A din tha që unë I kam fletoret e hartimit të rujtona në shtëpi për temat që na ke dhënë, për natyrën, për këtë, sepse përpara se të jepsha një temë, bësha një ekskursion atje në Bjeshke Namuna, edhe bëshim lëvizjen, edhe shifshin natyrën, edhe temë e lirë, natyrën e Këllmend. Po themi një temë të zakonshme. Ky është mësuesi që të frymëzon. Po në janë me të vërtet, duken sikur janë pralla, po nuk janë pralla. Jo. Në maj fillonte e lëshonte Debora Token, nga fundi I majit. Po e cipza qëndronte prapë, pavarësisht se dielli bite në Shollan, në ato rudinat bukura. Unë vonova nga shokët e tjerë të cilët po kryshin një ekskursion së bashku me mua, sepse në ato ciflat holla Deborës gjeta lule shumë gjyrshe që kishin filluar të bulonin. I kputa dhe më lodha një tub lule, ku unë gjeta atje tek nxënësit më dhurun edhe 2 tuba tjera lule që I kishin unë mendova se u kujtova vetëm unë për ato lule, bona një zbulim. Po jo. Atëherë detyrimisht që këtyre fëmijëve, këto shëtitje, këto biseda, këto takime direkt me natyrën I plotsonin këto fëmijë, I frymëzonin këto fëmijë. Prandaj edhe këto, po tjetër që ecën jashtëzakonisht mirë, jo vetëm në klasën deri në klasën e 8, po shkuan në shkollat mesme, shkuan në shkollat larta dhe kryen jashtëzakonisht mirë, kjo është e rëndësishme. Mu vjen keq që një nga mjekët e parë të Këllmendit, Plumaj, nuk jeton sot, po ka qenë edhe një nxënës I shkëlqyer, së bashku me Rushin në një klasë. Mirë po, kështu është jeta, ja ne... Në fakt, kur ju flisni, personalisht para meje të hapet një film I bukur. Po e quaj kështu, sepse në kurrizin tuaj kanë rënduar vështirësi shumë, por jeni ngrohur me atë dritën e syve
të klasës, të atyre fëmijëve që kanë ardhur 1 orë gjysmë larg, sepse ju I keni frymëzu. Kjo është merita. Kjo është ajo histori që qëndron këtu, por më së shumti qëndron brenda shpirtit. Padyshim. Ndoshta ju kujtohet fillimi një dite kur keni ndes stufën, kur nga e akullt klasa është ngrohtë e më pas çdo gjë ka marrë zhvillim. Edhe fjalët tona pastaj e kanë ngrohur edhe pak më tepër. Po natyrisht. Edhe kështu që ka vazhdu edhe në ato kushte ka vazhdu normalisht. Kushtet ishin të tilla për fëmijët ishte shumë vështirë të vinte prej Ostricit largët, prej Javorit largët, prej Mregut lartë, prej Jasanovët lartë. Bashin 1 orë gjysmë, po të vinë fëmija I klasë parë, e dytë, të vinë në këtë zonë, në këtë kohë kështu të vështirë, ishte sepse aty është dimri egër. Megjithatë nuk mungojshin kur përveç rasteve të vështira kur bllokote nga bora ose raste të vështira atmosferike. Prandaj ne na meti kjo dashuri për këto fëmijë, vazhdu me lidhjet edhe pse ikme, e thash edhe parë, sepse këta doshin arsimin. Prandaj edhe ne na vun përpara një detyre të tillë që më dhanë sa ma shumë. Është një kontribut shumë planësh. Mësues dhe drejtues, për shembull profesor Jusuf Shpuza, ka mbledhur shumë çka nga folklori, nga toponimia, e tjerë e zonës. Sa herë mbledhte nga këto. Duke u bërë pastaj lënë për votime. Gazetën Mësuesi, Gazeta Mësuesi të atyre viteve ka pasqyruar shumë shkrime të mësuesve, të filluar me profesor Jusufin, edhe të mësuesve tjerë, edhe janë pasqyruar në libër. Prandaj në kjo na bani që duke pa gjendjen, situatën e shkollës, kur kena bë festën e 7 vjetorit që nollet në pjesën aty, këtu mrapa, këtu, ishte një ditë tepër e gëzueshme për ato banorë. U mlodh gjithë fshati. Them të drejtën, kaloi një ditë jashtëzakonisht e bukur sepse u grumulluan edhe mësuesat e zonës, të gjithë, dhe të taku ishin nxënësat tonë që sot thash edhe parë janë në pension. Ju do të organizoni dhe përpiqeni të organizoni 75 vjetorin e shkollës, apo? Ne përpiqemi që ta festojmë edhe 75 vjetorin. Për këtë edhe libri që ka dalë është nostalgji, po është edhe kujtime, edhe besoj se do ta bëjmë. Prandaj na lini ajo dëshira dhe mendimi me ndihmu këto shkolla. Dhe fillumi me Ju I keni ndihmuar konkretisht. Me fillu bibliotek, muzeu, dhe për terren sportiv që për momentin hala nuk e kena realizuar. Përpjekjet tuaja janë më shumë se mbreslënse, janë çdo gjë që lidhet me shpirtin. Tu çosh atyre fëmijëve libra, të organizosh natyrisht duke u mbështetur edhe në donacione të ndryshme, të organizosh kopshtin, të bësh së pari muzeon që muret e shkollës të jenë të mbushura me historinë, është të imponohesh këtij institucioni. Besoj se është një kontribut që vazhdon. Po dyshim. Nga dhiri nërmjes. Është momenti kur unë po shikoja punën nga larg që I bënte profesor Baria, tham ky ka nevojë për mbështetje. Ky duhet e mbështetur. Edhe me që unë kisha nostalgji për atë zonë, sepse kisha kaluar për një shkurt, por aq sa kisha kaluar me mjaftonin për të dhënë edhe në mesën time në këtë drejtim. Atëherë ulëm bisedum. Gjithë kjo punë që është bërë në vite nga mësues, nga qyteti apo nga malësia. Nuk duhet shkoj bosh, nuk duhet të lihen në harres emrat e atyre që krijuan arsimin e kelmendit. Padyshim. Ishin të koincidenca të bukura zonja Merita.
ishte bërë mësimi i parë në vitin 1911. Kush? 130 vjetë më përpara. E është 110. 30, pra, kishte ekzistu gjithmonë dëshira tek ajo zonë. Fill ka një fakt historik. Fill mas ngjarjeve 1878, ato ngjarje të lavdishme, kuptohet që shtroi si nevojë domosdoshme që njerëzit të arsimoheshin, të bashin ditën, se vetëm po ti jesh i ditur, kishin arritur dhe malcor ta kuptonin, vetëm po ti jesh i ditur, se luftohet vetëm me pushk, duhet luftohet edhe me dije. Prandaj edhe organizuan kuvenin e Greqës, ku morën pjesë edhe njerëz të shquar me Luiq Gurakuqin, Risto Siliqin e me radhë. Dhe banat memorandum të famshëm që e dërguan pasaj në institucionet e Evropës për ta njohur pavarësinë e Shqipërisë. Është hapi i parë kuveni i Greqës. Sinjali i parë. Është sinjali i parë. 1911 e ngritja flamurit Ndeçiq, po mua që më pëlqente shumë ishte që drejtori i shkollës ishte kujtu për t'ju shmang politizimeve të emërimit të shkollës, për t'ju shmang politizimeve, i vendosi emrin kuveni i Greqës. Këtu s'kishte as është i partizime, as është i partizë tonë, se kuveni i Greqës ishte i gjithve, prandaj edhe emri që kishte marrë shkolla është me të vërtet një emrin signifikativ që ja vlente pra me pasiru, jo vetëm emrin e mirë të kësaj shkolle, si qendra komunë që Këlmenit, se dikur ka qenë qendra komunë që Këlmenit, atë mësues të parë, prift që bani përpjekjen e parë për t'i mësuar fëmijët atje në qelen e tij dhe gjithë kontributin që nga 45 aknaj pasaj që dhanë me dhjetëra e qindra mësues në shërbim të dijes së fëmijëve të Këlmenit. Jam e bindur se ky emër, ky titull që ju keni, nuk është vetëm i juaj. Është i të gjithë atyre me të cilët ju i mësuat, u lidhet aq fort, ecët në për vite dhe vazhdoni të ecni. Ne mbase tham një pjesë shumë të vogël, një piku i në oqeanin e madh të dashurisë tuaj dhe të përkushtimit tuaj. Sa faqe librash mund të shkruhen me këto histori? Sa fytyra nxënësish janë brenda tyre? Sa fije të lidhura që vazhdojnë të qëndrojnë brenda edhe në subkonsciencë nga këto vite të paharruara, sepse fëmijëria nuk harrohet. Dhe aty është mësuesi, krahas familjes dhe prindërve. Unë ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë që shpërndat jo thjesht një kontribut. Ju shpërndat një pjesë të madhe të shpirtit, të zemrës, të pasionit që vazhdoni ta keni, sepse vazhdoni të ndihmoni dhe jam e bindur që do vazhdoni gjithmonë. Ju uroj jetë të gjatë dhe të lumtur. Qofshi gjithmonë të nderuar. Faleminderit. Mësuesia është mision. Mision është. Nuk është zanat, është mision. Dhe ky mision duhet të vazhdojë derisa të kemi jetën. Na ju falenderojmë gjithashtu. Ju falenderoj për këtë kujtesë të bukur. Ishte shumë kënaqësi. Ishte tamam. Praktesën e bukur që do të zhvillohet në zonën e Paçi mbarësi gjithmonë. Faleminderit.